Okej? Dhe asgjë nuk e kam bërë me këtë vendim me ju penalizu juve. Dëgjoj, Juela, as pak në asnjë lloj momenti. Të kishe qenë ti, Mali, Stine, Armiri. Mos më intereson ç'a bën Stine dhe Armiri ose Lili. Po ja ta mbaroj deri në fund. Ose njëri tjetër, nuk do kisha shku me thënë dëgjoj. Do ta shohin ato sa të fortë janë me Mali. Se po bëjmë dialog, nuk po bëjmë monolog. Po. Nëse do kishe qenë njëri tjetër, do kishe vetëm Armirit, po kam shkuar dhe kam thënë dëgjoj, shumë mirë, a mund ta jap një mendim personal dhe ja kam dhënë kur ka qenë lider. Po të kishe qenë dikush tjetër, nuk do ja kisha dhënë një mendim personal të sinqert, si po e mendoj sepse nuk i kam ato marrëdhënie. Pra, nëse unë vi të them ty se si mua më erdhi zgjidhja jote, nuk ta them me të kryqëzu ose me të thënë sa gabim bëre. Thjesht po të them që Selin ke qenë shumë fair. Po pra, këtë po them. Ti ke qenë shumë fair. Të them unë dhe grupi. Po. Por mbas edhe ti ke pas dëshirë, ore unë po them, mbas edhe ti dhe Lore ke pas dëshirë. E kam mbajt që javën e parë kam votuar Brikenën, kam votuar Loren, dhe këtë javë prapë do votoja Vaj. Por Gjini dhe Angelo po reagojnë, sikur në mënyrë që unë ja kam premtu. E kupto? Dhe unë i kam thënë, ore, ju keni fjalën time që njëri nga ju 3 do futet në akvarium. Atëherë këto do të sjell me mua këtë lloj mënyrë, sikur po bëj. Okej? Shumë vret fakti tash që ne kishim mundësi të fuqizonim një gjë me marrëdhënien tonë, edhe nuk kishim pse rinim tash të dëgjonim dënglat e përputhura. Je të fuqizu, shiko. Ti je të fuqizu me gojen tënde në këtë moment këtë gjë. Jo, Juela, se ne jemi këtu dhe ti po të hapësh derën, ato po luajnë me shishe dhe çdo pyetje unë të jap me bazë që është çdo pyetje me kunj dhe me nën tekste. Po do vi momenti, Angelo thot mu më vjen shumë keq sepse unë besoj shumë të aftësitë e Angelos, okej? Edhe ta kam thënë Angelo. Jepet zë. Ta kam thënë. Dhe kishte pra mu je nevojë Ky ishte momenti. Ata thash fjalën të furra, kishte dhe përputhen, se gjithë po bëhen të largohen. Ky ishte momenti për të pas besim tek unë. Okej, por unë ta thash që e kam besimin për këtu mrena. Ata thash, ti do të reagoje në këtë mënyrë, në qoftë unë do të kisha thënë Angelo po, unë do të qoj. Angelo po, unë do ta bëj këtë gjë dhe ti do më kishe thënë Juela, këtu jetë 0. Kupto? Dhe atëherë unë e kisha pranu. Unë kam qenë shumë fair edhe kam thënë, ju falenderoj, okej, do mundohem t'ju gjej vetëm punët edhe bashkëpunuese, se që avantazhi unë do kem detyrë nuk e di, okej? Nëse vetëm për ta mbyllur dhe të kam thënë, unë për shpirt fuz vetën time aty. Vetën time aty nuk mujta me fut. Edhe ju kishit dëshirë. Këtë gjë që pastaj Basa keni dinamikat e juja në kokë me pas krijuar të brenda. S'mund të prisim që të futen ata me një dhomë që dilin pa. Nuk mund të. O Juela, shiko, logjika e këtij programi dhe ta them si një njerëz që ka parashikuar 3